Ti ke nevojë për stërvitje. Qa të më thonë përvoj? Se ti ke ma përvoj. Nuk e thanë shumë, tani. E po e pys atë që e tha. Ja shpjegosh ti, se mos më intereson. Jo, s'ka gale, edhe kjo qa të më thonë përvoj? Kujna i the? Nuk po e akuzoj. Po e pys, çfarë është vogëlushe me përvoj? Vogëlushe me përvoj do të thotë... Çfarë është? Çfarë është sipas teje? Po shpjego pra çfarë është. Selin, unë mendoj që një vogëlushe përvoj që ti ke thonë veç, që gjynë moshën 14 vjeç. Bravo, ka punu gjithmonë. Ka punu gjithmonë ke thënë. Kjo është përvoja. Sa shtrënosh? Konteksti e thot ajo. Ja, një sekund. Qa konteksti? Vajzë rrugace, Jo. e thonë me tjetër kontekst, se është femra unë, dhe ajo i ka bërë ofendimet e para në të shtëpi, edhe bërë rolin e viktimës që i shkon kur ja kthehen në të njëjtën mënyrë. Edhe një Silit, lutem. Atë përvoj konsideron ajo se ajo atë përvoj njeh. Dashme e dit. Nga që është rrugace, i drejtohet çdo vajzë këtu me fjalët më të rënda, më të ulta, edhe bën rolin e viktimës kur ja kthehen në njëjtën mënyrë. Ajo më vaj përgjithësi, tani shtrëmbruar. Përvoj është fjallë fjallor, është fjallor në shqip. Do të të tregoj ty vogëlushe me përvoj. Mbaj mend, e pacim. Do të tregoj vogëlushe me përvoj, do ta jap dhe pak përvoj ime, okay? Imagjinoj sa shqiptari je këtu kur jepi shpjegim tillë. Imagjinoj sa po i ofendon njerëzit ti duke dhënë një shpjegim të tillë fjalës përvoj. Imagjinoje vajza artikuluar që jep një shpjegim të tillë fjalës përvoj. Sa del ledioni publicitet me qesh. Aq e pa ftyrje ti. Bravo, Zena. Ka që ti, të artikulush fjallën përvoj në të loj formë. Njëri rrugës, jeti, s'to vjen turë. Ti e kishit vetëm për qikash. Imagjinoj të mërshë me fjallën. Fjallë stingoj, po prostat e me ato metodologi që po që ti. Qenë zagar, tiro, gerti edhe i ki qef me Shumë të vegjel, shumë. Imagjinoj të artikulosh fjallën e një fjallori shqiptar, një fjallë shqipe në atë loj mënyrë si ku tire ngropë, si moj bje prej gjithmonë, bje ngropë,